administrative ushtrues detyre. Çfarë është kjo punë krejt ushtrues detyre? Sindrom shoqëror. Dhe çfarë pasojë është provon, pra, që kjo se zakonisht kur janë ushtrues detyre nuk është që e bëjnë më të mirën gjithmonë. Në parim, organizimin, menaxhimin, funksionalizimin përmes pozitës dhe ushtrimit të detyrës i ka kompetencat e plota që pozitat të mos mbet vakante dhe derisa të zgjidhet pasuesi i ri, i ushtron të drejta dhe kompetencat e plota vendimorëse. Pra, si në organizimin, si në menaxhimin dhe si në funksionimin e gjykatës. Në parim është mirë, nuk mendoj se është mirë, sepse vetë fakti si ushtrues detyre ndoshta mund të nënkuptoj pasoja afatgjate në menaxhimin e tërë atyre lëndëve, mbi 10.000 lëndë është numër i madh i lëndëve që duhet të ketë staf të mjaftueshëm, qoftë kapacitete organizative, qoftë kapacitete vendimorëse. Urojmë që të zgjidhet ky ngërç sa më shpejt, mirë po ky nuk është vetëm problem i gjyqësisë Kosovë. Ne shohim se jemi dëshmitar të gjithë situatës bashkëqyrore politike që të gjitha pozitat e rëndësishme në Republikën e Kosovës për momentin apo janë vakante apo ushtrues detyre, gjë që nuk është mirë edhe për shoqërinë, edhe për mekanizmin e funksionimit të përgjithshëm shoqëror. Dhe sa i përket efikasitetit këshillit gjyqësor, cilat janë pasur ata mas pari një kryesues të vetës po më zgjedhin atje, e më pas pra duhet ta zgjedhin edhe kryetarin e kësaj gjykate e shumë çështje të tjera të cilat i kanë përgjegjësi, pra të nis prej edhe disiplinimit edhe plot gjëra tjera që i ka këshilli gjyqësor. Çfarë pasojë provon, le të themi që ky var situatë nganjëherë që s'po them ose po e them, pra se po politizohet kohëve të fundit, edhe çfarë bën një 3-4 vjet ka funksionuar ç'është duhet, tash ja ka nisur që aty me u politizu ka. Urojmë mos politizohet, është organi ndër më të rëndësishëm shtetëror. Politizimi eventual i atij organi, ne nuk mund të jemi më as të quajmë veten me siguri juridike, sepse atëherë bëhet një instrument politik, vendimarrës ku vendimarrja nëse ka lënë në dorën politik, aty nuk mund të thuhet për demokraci, as më tepër për shtetës së drejtës. Organi i Këshillit është një ndër organet më të rëndësishme, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe vendimarrës, që merret me menaxhimin të tërësishëm të gjithë sistemit gjyqësor të Kosovës, propozon emrimin e gjyqtarëve, urojmë që të zgjidhet ky ngërç sa më shpejt, sepse nuk dyshoj që gjykata e Republikës Kosovës ka nevojë për emrimin e gjyqtarëve të ri, dhe në rast eventual që dështon korrumi, atëherë do të bllokohej qoftë votimi për emrimin apo edhe propozimi për shkarkimin e gjyqtarëve, sepse nganjëherë ka dhe gjyqtarë që marrin masa disiplinore nga ky organ dhe vëhen para përgjegjësive disiplinore. Ibrahimi,